Përshëndetje, unë jam Jona dhe ky është kanali im në YouTube. Që keni parë dhe tek titulli i videos, ju tashmë e dini për çfarë kjo video do të bëj fjalë. Unë sot do t'ju bëj një haul, më eksaktësisht do t'ju bëj një haul make-upi me produkte të blera në Sephora. Sephora është një dyqan i cili nuk gjendet në Shqipëri. Produktet e mia nuk janë marrë në Europë. Nuk e di në qoftë se këto produkte mund t'i gjeni apo jo nëpër dyqanet e Sephorës në Europë. Por online jam shumë e bindur që ju mund t'i merrni. Atëherë, si fillim, unë i kam kategorizuar këto produkte që kam bler në produktet e fytyrës, në produktet që bëjnë make-upin e fytyrës, që bëjnë make-upin e syve, të buzëve dhe kaq. Domethënë, gjithashtu kam marrë edhe disa produkte skincare, por ato i kam lënë, ndoshta mund të bëj një video tjetër për to. Gjithashtu kam marrë edhe një produkt tjetër, të cilin do t'ju tregoj pak më vonë për çfarë bëhet fjalë. Vazhdojmë. Produkti i parë që do t'ju tregoja, atëherë, për sqarim në fillim. Këto produkte unë i kam përdorur. Domethënë, produktet unë kam rreth 1 muaj që i kam marrë, por mund të kem përdorur gjithsej rreth 2 herë, thjesht për t'i testuar. Pasi këtë video kam pasur plan ta bëj shumë kohë më parë, por ka ndodhur shumë gjëra dhe nuk është se kam pasur shumë mundësi. Sot madje make-upin time kam bërë me këto produkte. Domethënë, me këto furça kam bërë pjesën e make-upit dhe siç mund ta vini re, domethënë, nuk kam pasur dot mundësi t'i laj. Më saktë kisha hapur se mos dalloni keq nga uji. Dhe thjesht i futa këtu për t'ja u treguar, por unë përpara se t'i hapja këto produkte, u kam bërë video dhe do u demonstroj me video se si këto ishin në fillim, që mua më kanë ardhur si produkte. Këto janë 4 furçat e Real Techniques dhe ky sponxhi, të cilat janë për këtu t'jepet dhe nga mbrapa t'jepet dhe sqarimet sipas numrave që kanë produktet. T'jepet dhe sqarimi se për çfarë përdoren. Të gjitha këto produkte unë i kam të sugjeruara nga persona të cilët mund t'i kenë përdorur ose kanë njohur persona që i kanë përdorur dhe prandaj i kam marrë, domethënë i kam marrë me sugjerim dhe nëse do t'ju jepja domethënë eksperiencën time me këto që kam përdorur nga produktet, atëherë këto furça dhe ky sponxhi janë 10 nga 10. Në video gjithashtu unë do ju bashkangjit për çdo produkt dhe linkun ku mund t'i gjeni dhe çmimet dhe gjithashtu doja të thoja se këto i kam marrë me ulje, por nuk e mbaj mend se sa ka qenë çmimi dhe sa ka qenë ulja, por doja u shkruaj diku këtu. Vazhdojmë. Produkt tjetër për fytyrën. Kam marrë këtë konturin e Fenty Beauty në Amber, që është 01-shi, në shade-in Amber. Nuk e di nëse duket. Dhe për t'ja u demonstruar, mund t'ju vendos dhe videon që kam bërë në fillim, domethënë, përpara se të hap produktin. Dhe ky është produkti. E kam përdorur vetëm një herë, më duket. Dhe është ky shade. Për të qenë sinqert, ky lloj ndoshta unë kam marrë shade-in e gabuar, sepse është dhe ky problem, domethënë nuk është se kisha shumë informacion se nga që nuk është se e kam përdorur ndonjëherë si produkt, dhe tek kjo kam bërë gabim dhe tek një produkt tjetër që do t'ju tregoj pastaj. Më duket se nuk kam marrë shade-in e dur. Unë jam shumë e bardhë, por që mendoj se kisha nevojë për një kontur pak më të errët, për një lëkurë pak më të errët. Si duket nuk jam ajo e bardha fare, ka dhe më të bardha se unë. Atëherë, produkti tjetër që do t'ju prezantoj është prapë nga Fenty Beauty. Siç u thash, çmimet do ja vendos, linket do ja vendos poshtë dhe çmimet për secilin produkt këtu. Ky është një produkt tjetër po nga Fenty Beauty dhe është një setting powder. Tani, si një njerëz që nuk është se i vjem shumë me këtyre gjërave, thjesht marr diçka, shoh diçka dhe e marr. Mendova se kjo ishte dhe setting powder dhe baking powder, por kjo ishte vetëm setting powder. Domethënë kur unë e lexova në fillim pasi mora produktin, e pash ishte vetëm setting powder. Por, në momentin që unë bëra make-up dhe e provova dhe si baking powder, dhe unë nuk është se vura re ndonjë ndryshim të madh, domethënë që mund të më jepte një baking powder tjetër nga kjo. Kështu që tani unë nuk e di nëse setting powder dhe baking powder kanë të njëjtin efekt, unë e di se nuk kanë të njëjtin efekt. Ky pra është produkti. Unë kam marrë shade-in Lavender, zot kjo fjala lavender po më përndjek që tjetër. Dhe ka një aromë shumë fantastike, me thënë të drejtën.
Unë i kam vendosur dhe këtë, sepse kjo shoqëroj edhe me këtë, normalisht. Bëra pizza. Dhe rejti im për këtë produkt, prap çmimin nuk e mbaj mend, është ku aty. Rejti im për këtë produkt është 10 nga 10. Me kaq sa e kam përdorur. Shumë i mirë, madje bën edhe si baking powder dhe është një nga sugjerimet e mia për këto produkte që do t'ju tregoj sot. Produkti tjetër që po ju thoja që nuk është se ka lidhje as me fytyrën as me make-upin, është po ashtu produkt i Fenty Beauty by Rihanna. Dhe është një body sauce nga Rihanna që ka si qëllim shkëlqimin e trupit dhe gjithashtu kjo jep dhe pak tint, i jep pak ngjyrë trupit. Në momentin që ti ke ngjyrë, se unë kam provuar edhe pasi u ktheva nga pushimet, që kisha pak më shumë ngjyrë sepse kush ma di hallin ma di, në të bardhave na del shumë shpejt ngjyra e plazhit. Kjo ishte perfekte, unë sot e kam përdorur, nëse mund të duket si ngjyrë e një trajqme, por nuk është se të jepte shumë ngjyrë. Megjithatë unë mund t'ju atë tregoj, dhe se si funksionon domethënë. Është kjo, ky produkt, është shumë fantastik. Në momentin që unë kam përdorur dhe kam qenë me ngjyrë, kam qenë amazed. Ja. Okej, të vendos kapakun. Është shumë perfekte dhe përhapet me shumë lehtësi dhe me një pikë, domethënë mund bësh një zonë shumë të madhe. Unë nuk e di se sa shumë u duk aty. Ndoshta sepse unë edhe kam të lyer një trupin me këtë. Por që është shumë perfekte. Domethënë ta shohësh live një herë është, nuk e di, është magji. Shumë e mirë. Dhe është gjithashtu me produktet e Fenty Beauty, siç thash, përveç pjesës së konturit që pata marr, kam qenë shumë e kënaqur dhe janë padyshim gjëra që do i marr sërish pasi të më marrën. Vazhdoj me pjesën e concealer. Për concealer, mua më sugjeruan të Too Faced Born This Way, këtë, ky është produkti. Unë mora shading Cloud, si gjithmonë marr shadet më të zbardhura të mundshme dhe për këtë gjë u pendova. Konturi është gjë e mirë që të merret një ngjyrë më e lehtë ose ndoshta edhe dy ngjyra, varet si është preferenca juaj, më e lehtë se ngjyra e kremit pudër fondatinës që përdorni. Unë prap gabova, sepse unë këtë periudhë po përdor shumë produkte të errta, për arsye sepse nga që kam përdorur edhe nxjerrës artificial, vajta në plazh, do i kep prapë në plazh dhe ky concealer mua nuk më bën punë. Për fat keq nuk kam një concealer tjetër, por që mundohem ta alternoj me një pjesën e concealerit e bëj me një krem tjetër pudër, një fondatin tjetër që është më e zbardhur se sa ajo që kam, domethënë derisa të vi një concealer tjetër për periudhën e verës. Tani do të fillojmë me një tjetër produkt i cili është po ashtu për fytyrën. Unë në fakt po kërkoja për një produkt shumë të mirë për të bërë kontur dhe mora këtë konturën që ju tregova të Rihannës. Por, duke qenë se këto kohë nuk është shumë në mod pjesa e konturit, doja diçka që nuk e di a keni pa dhe në TikTok ato video që bëjnë këtë tërheqjen e syrit dhe zakonisht kërkohet concealer, blush dhe pjesa e konturit pak, domethënë pjesa e bronzerit. Dhe unë doja një produkt që të arrija të krijoja këtë gjë dhe me highlighter. Dhe produkti që mua më sugjeruan, prap, ishte ky, Sweet Peach Glow nga Too Faced, ky. Dhe përpara se ta porosisja këtë, sepse kjo ishte shumë i shtrenjtë, për produktin që është, mua më duk shumë i shtrenjtë, ishte diku te $45, në mos gaboj, se ka shumë kohë që e kam porositur. Gjithsesi do ta rishoh çmimin dhe do ua tregoj tamam. Pash review dhe review të kësaj ishin shumë mikse. Do me thënë, kishte review të mira për një pjesë të paletës, disa persona kishin review shumë të mira për gjithë paletën, disa ishin jo shumë të lumtur me faktin që e kishin bler. Por unë vendosa, duke qenë mua me thënë të drejtën më pëlqeu shumë si pamje, do me thënë si duke, më duk shumë e bukur si palet, kur e pash, dhe e porosita me këtë ide që kjo, me shpresin se kjo do bënte shumë punë. Dhe kur e mora, ku të hap këtë tani? Edhe këtë e kam përdorur, normalisht. Kur e mora, prapë në duke më ka pëlqyer shumë. Ky është produkti. Atëherë ky është produkti, duket shumë luxury kur e shikon, shumë
i kuruar, shumë i bukur, aroma është fantastike, është shumë e mirë, dhe përsa i përket domethënë këtyre produkteve, ky është highlighter, ky është blush dhe ky është bronzer. Dhe kur unë i provova, duke qenë se unë jam shumë e bardhë, kisha një ide se këto do rrinin fantastike në lëkurën time, sepse nuk janë shumë të pigmentuara dhe do të jepnin atë pamje natyrale, konturin natyral, por ndoshta unë i aplikova me këto furça të Real Techniques, këtë produkt e aplikova me këto furça, dhe nuk e di pse, por ndoshta është faji furçave, megjithëse unë mundova ta aplikoja dhe me dorë. Se me dorë kishte pak më shumë pigment, unë mundova ta aplikoja me furça. Furçat e ishin totalisht pigmentimin e produktit. Do të thotë që bronzeri mua nuk më dukej në lëkurë fare. Domethënë, ishte sikur nuk kisha vendosur asnjë gjë, sikur ajo zhdukej kur unë e vendosja në lëkurë. Ndoshta unë dhe mund t'ju bëj një video duke u treguar dhe t'ju jap një review më të saktë kësaj, se si kjo, nuk e di, më duket si mashtrim, nuk e di. Sa i përket konturit, në momentin që e vendos me gisht në lëkurë, shiko, kur unë e bëj kështu, shiko sa pak pigment ka, që imagjinoj sa shumë i rëndova unë dhe sa shumë, nuk e di, unë ndoshta kisha pritshmëri tjera për këtë, dhe kur e vendos me gisht nisë deri diku dhe qëndron, nuk është se është shumë keq, dhe mund ta bëj punën kur e vendos me duar. Por me furça, aplikimi me furça e kësaj ishte domethënë zero, nuk ngelte fare produkt, nuk dukej asnjë gjë. Tek blushit do të thënë njëjta gjë me furçat e blushit, nuk dukej sikur ti kishe vendosur blush fare, ndoshta sepse këto janë kremoze, dhe ndoshta unë po bëj gabim që po i përhap me furça, këto ndoshta duhen përhapur me sponge, do e provoj, sepse janë pak kremoze në fakt. Dhe blush ishte njëjta gjë, në momentin që e vendos me duar, qëndron dhe pastaj mund ta përhapësh me furçë. Por që në qoftë se e merr nga paleta me furçë, ishte domethënë dështim. Ndërsa për highlighterin kam review komplet ndryshe, highlighteri ishte dashuri më vete. Nuk e di, highlighteri ishte Pearl, ta provoj me këtë gishtin tjetër. Dhe është super natyral. Nuk është nga ato highlighterat e bardhë, është super, unë nuk kam vendos highlighter, do ta vendos këtë. Nuk e di se sa shumë mund të duket aty. Por që ishte shumë e mirë, nuk e di, më ka pëlqyer shumë. Nëse unë kam edhe pak shkëlqim, sepse do blihet e drita këtu, por. Ky ishte edhe produkti i Too Faced për konturin e fytyrës, Sweet Peach Glow, që këtu thotë smell like peaches, dhe kjo është e vërtet, do të thënë, përse ky produkt ja vleu çmimin që unë pagova, ishte për aromën. Paktën kam diçka të nuhas, sepse jam fiksuar me aromat. Me pjesën e fytyrës mbaruam. Kaq ishin produktet që unë bleva te Sephora për fytyrën, përsa i përket make-upit, sepse për skincare kam bler produkte tjera, të cilat do t'ju tregoj në një video tjetër. Tani, vazhdojmë me pjesën e syve. Për pjesën e syve tek paleta, mendova të blija diçka ndryshe. Unë jam njëri që ju nuk e keni bërë në re, normalisht, sepse unë nuk është se kam më video në YouTube, sepse i kam shirë. Por tek videot e mia të para, mund ta vini të re që make-upi im ishte ose pa make-up fare, ose një make-up shumë i lehtë. Përsa i përket pjesës paletës së syve, unë nuk është se rrezikoj shumë, dhe po t'i vini re, domethënë të gjitha paletat e mia që se do ta tregoja janë të gjitha në ngjyra të tokës. Pra janë tek kafja, ka disa ngjyra që janë më light, ka disa ngjyra që janë më të errët, por që janë përgjithsisht tek kafja. Kësaj radhe unë po shikoja aty te Sephora paleta të ndryshme, dhe paleta që mua më ran më shumë në sy për të bërë diçka ndryshe dhe për të bler diçka ndryshe për t'ia shtuar koleksionin tim të make-upeve, doja diçka me ngjyra shumë të theksuara dhe shumë të pigmentuara. Dhe paletat që më ran më shumë në sy ishin paletat e Anastasia Beverly Hills Norvina Collection, dhe aty kishte disa lloj paletash të Norvina Collection, unë mora këtë, Leylan, sepse duke qenë se Leila ishte një ngjyrë shumë në mod këtë verë, dhe unë vendosa që të merr këtë Leylan, dhe e gjithë arsyeja pse unë kam bler këtë palet, është që unë të arrija të bëja penel me ngjyrë Leila nga më të ndryshmet me paletë sysh, domethënë. Kjo është e gjithë logjika, dhe kjo ishte me të vërtet shumë e shtrenjtë, por unë nuk pendohem sepse kur e kam marrë këtë produkt kam thënë, wow.
Me forta është se unë nuk është se ndoshta dhe nuk do e përdor kur si palet përveç se për video për YouTube ose për ku diun ndonjë make-up që mund të bëjmë në shtëpi për të bërë foto, sepse për të dalë nuk është se i përdor shumë këto ngjyra që ka kjo palet, por që kur unë i kam përdorur këto, domethënë këto ngjyra, këto më kanë lënë pa fjalë, janë super të pigmentuara, janë domethënë ato me shkëlqim janë shumë shiny, ato matë mbajnë atë ngjyrën e tyre dhe nuk lëvizin fare, po fare nga syri që në momentin që ti i vendos dhe mund t'i mbash me orë të tëra, dhe këto nuk lëvizin fare, as ditat, as nuk bien poshtë, domethënë aplikimi i tyre është dashurim vete dhe mund t'i aplikosh në çfarëdo lloj furçe, edhe me duar po t'i aplikosh. Aplikimi i tyre është super. Tani do t'ju tregoj shade-et që përmban kjo palet. Këto janë shade-et që përmban paleta. Siç mund ta vini re, disa prej tyre unë tashmë i kam përdorur. Më saktë i kam përdorur vetëm për t'i provuar, për t'i testuar si produkte. Nuk e di cili është i preferuar juaj, ndërsa mund të më thoni kush është i preferuar juaj nga këto shade-et. Unë ja adhuroj të gjitha, kryesisht ato në ngjyrë Leila. Ose Leila, ose vjollcë, ose nuk di se si çfarë ngjyre ti them eksaktësisht. Tonaliteteve të Leilas ndoshta, s'e di. Kjo pra ishte dhe paleta e syve. Tani, s'po e mbyll kam top tani këtu. Kjo kishte një super paketim by the way, se unë e tregova shumë kështu. Ups, desh për e gjëmën. Më thënë ishte këtë, kishte edhe një letër brënda, që të dhja ka më. Dhe letra e Anastasiës. Kese dhe rregulloj me vonë këtë, sepse tani e po vonohem shumë. Për penel, mendova që të marr një kjo quhet Lifeliner, më saktë, të Huda Beauty, është kjo. Të një dhe hap. Të një kam pak vështirësi në hapjen e këtyre produkteve. Dhe këta e kam testuar dhe kjo më duket, unë nuk e bleva këtë për waterproof, po kjo më duket si ishte waterproof, sepse kjo nuk u ishte kur nga syri dhe madje kur kjo është në fakt dhe penel, si produkt është dhe penel, është dhe laps. Shikoni nga mbërdorë pak. Dhe kur unë vendosja penelin për të bërë penel dhe kjo më binte në qerpiku ngrinte jashtëzakonisht shumë shpejt dhe nuk kishte asnjë lloj produkti që mua mund të ma hiqte atë pa më shkullur qerpikët. Prandaj unë këtë nuk doja sugjeroja fare. Okej, ndoshta lapsin do e sugjeroja, lapsi ishte shumë i mirë në fakt, sepse maja mua më shfyer tani. Lapsi ishte super i mirë, ndërsa peneli ishte i mirë, nuk them që s'ishte i mirë. Edhe maja ishte shumë e fort, e holl, jo shumë pavarësisht se këtu duket shumë e trash, linja që lëshonte, vija që lëshonte tek peneli ishte shumë e holl. Por që mua nuk më ka pëlqyer fare dhe kjo është një, nuk e di, big no e madhe, nuk e di sa ka kushtuar, nuk besoj se ka kushtuar shumë, që do të thotë se ka humbur në një gjë të madhe. Gafa tjetër, se normalisht kur unë blej bëj gafa, sepse unë nxitohem shumë gjatë blerjeve online, dhe doja të merr një rimel shumë të mirë, i cili të rriste volumin e qerpikëve. Unë fakt qerpikët e mi i kam goxha të gjatë, por thjesht i kam bjond, sepse unë jam bjonde dhe nuk është të më dallojnë shumë të gjatë, vetëm qoftë i lyej me ndonjë rimel, diçka që të trashte fijen dhe të dukej qerpiku me shumë volum. Zakonisht unë gjej rimele të mirë, të lirë tek Rossmani, por doja diçka që të mos më dëmtonte qerpikun mbasi unë e hiqa produktin, do të thotë, kur unë vendos rimel të lirë, mund të them, ky produkt mua më bën që kur unë i laj syt dhe i heq me make-up, mua gjysmën e qerpikëve më bien, dhe ky është problemi im, se qerpikët më janë rralluar shumë. Dhe doja një rimel i cili mos të mi rrallonte qerpikët. Dhe rimeli më i mirë i mundshëm që mund të gjeja nga sugjerimet që mora, nga review që pash, ishte një produkt i Too Faced rimeli, që është ky, në fakt nuk është ky, sepse unë si një njeri gafaxhi
Mora produktin i cili ishte waterproof, që do të thotë, nëse unë doja ti ruaja çepikët nga heqja e rimelit, unë në fakt thjesht bëra që ato të binin më shumë akoma, sepse kjo është merr për të hequr. Dhe unë këtë e kam përdorur vetëm një herë dhe nuk mendoj se do e përdor kurrë më, derisa të marr produktin tjetër i cili nuk është waterproof i kësaj linje. Kjo ishte shumë super. Në volum ishte perl, nuk di çfarë të them, domethënë produkti është shumë efektiv. Ndoshta kur të jem në plazh dhe mund ta përdor, por që problemin që un kam, që do vazhdoj ta theksoj akoma më tepër, që gjatë heqjes kjo do më shkaktoj shumë probleme me rënien e çepikëve. Jam shumë e bindur. Tani, pasi kemi mbaruar gjithë këtë lloj make-upi që ne po bëjmë me këto produkte në thonjza, kemi ngelur tek buzët. Për buzët nuk e di pse, këtë verë u fiksova që duhet të përdor shumë ngjyrën e kuqe. Dhe mora 2 produkte për buzët që janë këto. Ky nga Sephora është një lip liner, është në Rouge Bellet Sans Transfer Metal. Faster. Je m'appelle. Pel. Je m'appelle. Mi pupu. Nuk e di apo ta kall. Nuk di francisht. Është një creme lip stain metal nga Sephora. Këtë se sa më të dalloj aty, Sephora. Është shumë i bukur. Gjithashtu mora edhe këtë produktin e Huda Beauty për ngjyrën e kuqe. Në pamje është perfekt, është shumë i bukur. Por që tani do ju tregoj pak review të mia pas përdorimit të tyre. Produkti nga Sephora që ishte ky është në shadin 64, më duket. Po, 64. Kishte shumë në fakt si këto, dhe që të zgjidhja një ngjyrë ishte shumë e vështirë për mua. Është ky. Është në versionin metalik të ngjyrës që kam marrë unë, që do të thotë ka shkëlqim. Por që bëhet mat. Shumë e çuditshme, do të thënë bëhet mat dhe ka shkëlqim, është pak shumë. Ja, mund ta përdor pak tani. E kam përdorur edhe pak. Do të thënë ka shkëlqim, por bëhet mat. Mua më pëlqen në fakt. Nuk e di se si ju duket juve, mund të komentoni. Më pëlqeu, nuk është se mendoj se më shkon shumë ngjyra e kuqe ose këto ngjyrat e ndezura, por që për verë tash të merja diçka ndryshe dhe të përdoja diçka ndryshe. Për sa i përket Huda Beauty-t, kjo është një set në fakt, i cili ka brenda një laps, një lip gloss edhe një lipstick i cili bëhet mat. Dhe të treja këto do të thënë bashkohen së bashku, madje këtu thot dhe sqarime. Ka këtë lipstickun këtu, ka këtë glossin dhe ky është lapsi. Tani do i hapim. Këto të treja bashkohen së bashku për të dhënë atë ngjyrën përfundimtare që ka pasur Huda në mendje kur e ka krijuar si produkt. Atëherë produkti duket kështu. Paketimi është shumë i bukur. Nëse do jepja notën për paketimin, do jepja notën 10. Por çfarë notë do jap pasi kam përdorur produktin? Lapsi. Lapsi është i kuq, po i vendos pak të këtu. Nuk e di nëse mund ta lokalizoj. Lapsi është i kuq, është një e kuqe shumë e bukur. Po e përdor pak këtu po ashtu. Këtu duket pak si në rozë në fakt. Por që live duket e kuqe. Ndoshta nga dritat e telefonit duket pak si roz. Pastaj, hapi i dytë i këtij seti ishte ky. Dhe ky duket pak si roz, por që në fakt është shumë i kuq. Ndoshta nga drita tani po duket në këtë mënyrë dhe kjo aplikohet domethënë sipër. Dhe bën një ngjyrë shumë të kuqe, shumë të bukur, fantastike. Nuk e di pse po i harxoj produktet në këtë mënyrë. Zoti e di. Por le të vazhdojmë. Dhe kjo ishte shumë i bukur, tani duhet presësh pak që kjo të bëhet mat. Kjo bëhet pak mat shumë shpejt në fakt. Po e përhap pak në mënyrë që të bëhet mat pak më shpejt.
Kisha aplikuar shumë produkt, o zot sa pis u bëra, nuk e di pse do ta aplikoja këtu. Okej, që u bë mat tani dhe pas kësaj, hapi i tretë ishte që duhet t'i aplikoj këtë lip glossin. Tani, unë kur e kam parë këtë nuk doja ta përdorja sepse mendova se ishte shumë e shëmtuar. Më duk shumë e shpifur, po ta vjen re si kaf me cica, jeshil, roz, se kuptoj dot se si është. Dhe nuk e aplikoja në fillim kur përdora këtë setin. Por, në momentin që e përdora, thash pse s'e kam përdorur. E provova vetëm për ta bërë si provë se si mund të dukej. Po kjo i jepte komplet një gjë tjetër, gjithë gjës, domethënë këtu nuk duka fare. Nuk e di, live duket shumë perl. Këtu nuk duka pothuajse fare në kamerë. Bukur. Kënç. Po lodhem kot. Ja. Po e sistemoj dhe këtë. Produkti përfundimtar ishte ky. Nuk duket shumë këtu në fakt. Nuk e lokalizoja as dot. Nuk e di. Kjo ishte dështim në regjistrim në fakt. Por produkti është 10 nga 10. Do me thënë është shumë i sugjeruar nga unë për të bler. Kishte edhe shade tjetër, unë nuk bleva shade tjetër, mora vetëm këtë. Por mezi po pres të marrë dhe shade tjetër që ta provoj. Ky bashkimi, kombinimi këtyre 3 produkteve ishte shumë efektiv dhe shumë i bukur dhe binte shumë në sy. Nëse kërkon një make-up që ti je the queen of the evening ose në një dark që do t'jesh pak më ndryshe me make-up, atëherë ky produkt ja vlen dhe për çmimin digjita se përmban 3 produkte dhe shumë i lirë. Çmimi po vendos këtu. Por ja vlen sepse ka një shade shumë të bukur. Pasi kemi përfunduar të gjithë këtë make-up që ne supozohet që e bërëm, çfarë na duhet produkti i fundit që duhet të merja ishte një setting spray. Dhe këtu nuk dija se çfarë produkti të merja. Dhe mora atë që pash të parin. Nuk e mbaj mend sa ka kushtuar, si gjithmonë, si të gjitha produktet tjera. Por këtu gafa që bëra sërish, se normalisht me 2 gafa dhe lja unë, apo me 3. Jo, do e bëj edhe një për në fund. E mora paketimin shumë të vogël. Nuk ma mori mendja se kjo do ishte kaq, nuk e pash fare në fakt, thjesht porositate që m'doli aty. Dhe kjo thot që ta mban make-upin dhe madje kjo thot që ta mban make-upin e freskët për 12 orë. Kjo thjesht mund të jetë dhe një reklam, unë nuk e kam përdorur si produkt, nuk mund t'jap dot një review timin. Kjo është nga Make Up Forever Mist and Fix dhe thot që përveç se bën atë fiksimin e make-upit, kjo ka dhe efekt moisturizing dhe hidratant, i cili zgjat për 12 orë sipas kësaj. Kjo është 30 ml, shumë i vogël, dhe unë prandaj po e mbaj që ta kem për ndonjë rast që mund ta kem që më duhet të përdor setting spray, se zakonisht nuk përdor. Dhe ta kem domethënë si produkt. Sa mos ta kem. Edhe me kaq e mbyllim pjesën e Sephora haul që unë kam bërë. Shpresoj që këto produkte t'ju kenë pëlqyer. Nëse i keni provuar, ju lutem jepni review-t e juaja në koment. Gjithashtu në koment mund jepni dhe sugjerime se çfarë dëshironi të bëj në videot e radhës. Nëse jeni të rinj në këtë kanal, ju lutem like, subscribe dhe comment. Gjithashtu, ju që jeni të vjetër, ju falenderoj shumë që më keni ndjekur dhe vazhdoni të më ndiqni. Mos harroni videon ta bëni share ku të mundeni. Për çdo pyetje rreth produkteve mund të më bëni në komente. Unë ju dua shumë, bashkë do të rishihemi në një video tjetër. Paqim!